Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat këtë të premte bëri akuzë ndaj Partisë Socialiste duke denoncuar me pamje atë që e cilësoi si operacionin e trenit bullgar. Berisha denoncoi se si në disa qendra paralele të vendosura pranë qendrave të votimit, zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste organizuan dhe drejtuan procesin e blerjes së votave në zgjedhjet e 11 majit. Mercenar të paguar bëjnë çdo gjë që të justifikojnë dhe të servirin shqiptarve farsën elektorale si proces zgjedhor. Këta edhe njerë në minimum mercenar që nxin letra, shkrime, artikuj e të tjerë janë mashtrues, kongenital dhe falsifikator të paskrupullt. Ata duhen të paraqesin, duhen të gjejnë në universin e farsës ishuj në të cilët pretendojnë se ishte paqja në zgjedhje. Berisha bëri të ditur se raporti përfundimtar mbi farsën elektorale të 11 majit do të jetë gati brenda datës së 10 qershor. Berisha theksoi se ky dokument do të dërgohet në të gjithë kancelarit si dhe institucionet ndërkombëtare, përfshi vendet anëtare të OSBE-s, Bashkimit Evropian si dhe Këshillit të Evropës. Berisha shtoi se deri në përgatitjen e raportit final, Partia Demokratike ka shpërndar raportin paraprak e tashmë ka përgatitur edhe një tjetër raport të ndërmjetshëm me qëllim mbajtjen e vazhdueshme të informuar të aktorëve ndërkombëtar për atë që ai e cilëson si shkelje të rënda të konventave dhe standardeve zgjedhore. Për shembull, sot ne shpërndajmë raportin e updateuar paraprak. Raportin paraprak të updateuar, i cili në fakt me terma të tjerë është një raporti i ndërmjem. Raporti përfundimtar do bëjmë çdo gjë që të jetë gati nga data 10 qershor. Por ndërkohë, ne si dokumenta i nisim që të gjitha në misionin e Odirit dhe misionet tjera vëzhguese. Ku do shkojë raporti përfundimtar? Raporti përfundimtar do shkojë në të gjitha kancelaritë e vendeve anëtare të OSBE-s, vendeve anëtare të BE-s, vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Raporti përfundimtar do shkojë në të gjitha institucionet ndërkombëtare, konventat, dokumentat e cilave janë dhunuar në këtë zgjedhje. Berisha deklaroi se Partia Demokratike nuk pengon asnjë kandidat të kërkojë transparencë lidhur me procesin zgjedhor të 11 majit. Ai u shpreh se çdo kandidat ka të drejtë të kërkojë rinumërim apo verifikim të votave, e se partia është e gatshme të mbështesë çdo përpjekje për transparencë.